Përshëndetje të dashur shikues, ja tek jemi sërish së bashku me emisionin Ftesë në studio këtu në televizionin Alsat. Sot këtë emision do t'ja dedikojmë një organizatë humanitare, vullnetare, e cila për 80 vite ju ka qëndruar pranë qytetarëve duke i ndihmuar në mënyra nga më të ndryshmet për të cilat ne do të flasim sot, që nga tragjedit të cilat ka ndodhur, apo fatkeqësitë natyrore, e deri tek edukimi i dhënies së ndihmës së parë, apo edukimi për gjëra të ndryshme tek të rinjt dhe tek qytetarët. Do flasim në fakt për Kryqin e Kuq, të cilët e shënuan këtë vit 80 vjetorin e themelimit, siç thash, një organizatë që për 80 vite ka bërë humanizëm dhe jo ka qëndruar pranë të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe jo vetëm. Këtë temë do ta flasim me sekretarin e përgjithshëm të Kryqit të Kuq në Maqedoninë e Veriut, Said Saitin, të cilën e kam këtu të ftuar në studio, me të cilën do të flasim, siç thash, për aktivitete të shumta që ka Kryqi i Kuq, prandaj po ja dedikojmë të gjithë emisionin sepse aktivitetet janë të shumta dhe mbase edhe ky emision edhe një orë është pak për të folur për të gjitha këto aktivitete që kanë bërë për 80 vitet e fundit sigurisht. Gjithashtu do të flasim edhe për organizimin të cilin ato para disa ditësh, në fakt të hënën e kanë pasur manifestimin ku e kanë shënuar 80 vjetorin e themelimit. Përshëndetje, zoti Saiti, faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit Ftesë në studio, sepse e di që këto kohë keni qenë edhe të angazhuar me organizime të shumta. Përshëndetje, faleminderit për ftesën edhe për mundësinë që ta bëjmë të zhvillojmë një bisedë për rolin e Kryqit të Kuq që bëjmë si punë, si veprimtari dhe të njoftojmë qytetarët. Patjetër, unë thash domethënë që mbase nuk do të mjaftoj edhe një orë për të biseduar për të gjitha aktivitetet që Kryqi i Kuq ka bërë këto 80 vitet e fundit, sigurisht 80 vitet e themelimit, që nga themelimi, por që do të mundohemi që t'i flasim aktivitetet më kryesore. Por unë një herë të pyes si shkoi manifestimi, organizimi ku shënuat edhe jubileun 80 vjetorin e themelimit. Kisha thënë shumë mirë, fillimisht duheshte që meqense dihet se organizata jonë është e themeluar në 17 mars 45 dhe disi binte që 80 vjetori duheshte të manifestohet me 17 mars këtë vit, po siç e dini ajo që ndodhi në Koçan tragjedia bëri që të gjithçka të anulohet edhe meqense gjithçka ishte përgatitur, kishin ftuar mysafirët, njerëzit që duheshin marrin pjesë në këtë manifestim, por për shkak të asaj që ndodhi me 16 mars, a manifestimi jonë duheshet mbahet në 18, dhe më thënë gjithçka u anulua, mirë po, ja, disi edhe pse kishim shumë angazhime, aktivitete në këtë periudhë në lidhje me atë që ndodhi në Koçan, vendosëm që sido që të jetë të gjejmë pak kohë që ta kremtojmë, ta festojmë për vjetorin e organizatës, meqense është një ndër organizatat e rralla, kisha thënë në shtet, e cila mund e kremton 80 vjetorin. Nuk ka shumë në numër. Organizata e Kryqit të Kuq është një ndër të rrallat, edhe kështu që meritonte që ne si gjenerat, si punonjës ose si vullnetar të kësaj gjenerate, t'i kushtojmë një vëmendje pak më të teksuar 80 vjetorit, me atë që mundemi që në farë mënyre organizatën të prezentojmë në opinion, të prezentojmë para partnerve tonë, para bashkëpunusve tonë, para përkrasve, edhe me që se dihet mja për organizata, mirë po këto momente duhet shënohen si mbas meja. Po, patjetër, sigurisht që duhet shënohen, sepse edhe 80 vite nuk janë pak, në fakt 80 vite aktivizëm, humanizëm. Kishit mysafir nga jashtë, cilat ishin aktivitetet që u bën tek manifestimi? Ne, me thënë, në fillim vitit, kur vendosëm që të organizojmë, dhe me thënë, dinamikën e kremtimit të organizatës si vjetë, kishim parasysh 3 aktivitete në përgjithësi. Një ishte mund kjo që e banën para 2 ditëve, dhe me thënë, Akademia Solemne, cila u organizoa në kuadrë të shënimit. Diçka që na pret në shtator është një që ashtu ne quajtëm si fshati Kryqit të Kuq, i cili ka të banë me prezentimin e mbërendisë tonë, komunikim me, kisha thënë, një me qytetarët, me gjithë të interesuarit për punën tonë, ajo diku është planifikuar me 13 shtator në basi vjetë, edhe si rumbullaksim i aktiviteteve në lidhje me shënimin e 80 vjetorit është një monografi e cila do të promovohet me 50 vjetor me rastin e ditës botërore të vullnetarizmit. Ajo që e patëm pardje, dhe më thënë, ishte një manifestim, një akademi solemne në Teatrin Popullor Maqedonës, në cilin kishim të ftuar mjaft mysafir nga vendi edhe nga jashtë. Ishim prezent shoqatat nacionale si motrat, cilët ne bashkëpunojmë në rajon, duke filluar prej Kryqit të Kuq shqiptar, Kryqit të Kuq të Malit të Zi, të Serbisë, të Bullgarisë,
të Kroacisë. Për herë të parë kisha thënë edhe ishte kënaqësi që në manifestimin tonë morën pjesë edhe Kryqi i Kuq i Greqisë, duke pas parasysh atë që ndodhi me vite me radhë në kuptimin e ndërprerjes të aktiviteteve ose bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve përfatkeq. Kjo ishte një mënyrë, një moment shumë i mirë i volitshëm për të kisha thënë rifilluar një bashkëpunim edhe më çaqat. Nga brenda kishim shumë prezent, e gjitha jo u bënë në shënimin në patronin e kryetares së shtetit, morën pjesë shumë përfaqësues nga ministritë të ndryshme, kryetari i parlamentit, kryetari Zavenc, kryetari i qeverisë, shumë ministra nga qeveria, mirë po dhe shumë njerëz të cilët kanë qenë pjesë të kaluarës të Kryqit të Kuq, njerëz të cilët sot e jetojnë Kryqin e Kuq, njerëz të cilët në të cilit organizata e Kryqit të Kuq mendoj e mbështet ardhmërinë e vet. Thjesht një takim gjeneratash, një pjesëmarrje masive, afër 700 mysafir ishin të pranishëm, një akademi e cila zgjati 1 orë e gjysmë, edhe një farë mënyre u mlodhëm, kushtimisht ato që na e lanë organizatën neve, ato që e jetojmë organizatën sot, edhe ato që mendojmë se ta marrin, ta avansojnë, ta përcjellin më të tjerë, ta zhvillojnë organizatën, sepse kjo organizatë duhet jeton definitivisht, duhet zgjerohet për fat keq në atë kuptimin se jetesa bashkëkohore prodhon efekte negative për të cilat organizata e Kryqit të Kuq duhet të jetë aty që ta jep kontributin e vet, mirë po dhe si organizatë e cila është, kisha thënë, si ruajtës i paqes, i humanizmit, i solidaritetit mes njerëzve, mes popujve, edhe në përgjithësi në kuadër botëror. Shumë e vërtet në fakt fatkeqësisht që kemi nevojë për Kryqin e Kuq, por fatmirësisht që e kemi Kryqin e Kuq edhe në këto momente. Të flasim pak për historikun e Kryqit të Kuq para se të hyjmë në detajet, në aktivitetet e shumta që ju bëni, sepse unë dua të prek të gjitha detajet, të gjitha aktivitetet me detaje për të folur, por të flasim pak për historikun, të kthehemi pas para 80 vitesh, si është marrë le të themi ideja, si ka ardhur deri tek themelimi i Kryqit të Kuq në Maqedoni. Sipas dokumenteve thuhet se organizata e Kryqit të Kuq është formuar në vitin 1945, kuvendi themelues ka qenë me 17 mars në 45-ën, ka qenë një iniciativë paraprakisht e organeve të cilët kanë bë me iniciativa për formimin e organeve të shteteve të shtetit atëhershëm të përbashkët që ne do e kemi jetuar një kohë. Me themelimin, me formimin e organizatës të Kryqit të Kuq fillon edhe aktiviteti i organizatës, edhe dini jeta ose zhvillimi ose rritja e organizatës e ndjek një farë mënyre edhe jetën, zhvillimin ose ndërtimin e shtetit ku jeton. Kështu që në atë mënyrë në çdo fazë të ndërtimit të shtetit, organizata e Kryqit të Kuq e ka pas vendin e vet, ka dhënë kontributin e vet, duke filluar nga vitet e mëhershme, me thënë të veprimtarisë, pastaj më vonë, me thënë aktivitetet të cilët janë bën lidhje me vërshimet që kanë qenë Shkup 62-shin, tërmeti 63-shin, aktivitetet që vijojnë pas asaj, dhe me thënë edhe në ditët e sotme, krizat humanitare, krizat 92-shi Bosnja, lufta në Bosnjë, përfatkeq 98-a, 99-a, kriza në Kosovë, kriza e mbrendshme 2001-shin, ditët e sotit, ose kisha thënë vitet e fundit, tranzitimi i njerëzve në kuptimin e atyre migracioneve të dhunshme të ndodhshin në lindjen e afërme, vërshimet 2015, 2016, deri në ditët e sotit, domethënë kisha thënë një aktivitet i bujshëm. Mirë po flasim, këtë që përmenda flasim për atë, kisha thënë mënyrën, atë aspektin e veprimtarisë ku organizata e Kryqit të Kuq vjen shprehje në atë kuptimin e ndihmesës të njerëzve të cilët kanë pësuar nga këto kriza. Përveç kësaj duhet përmendet se organizata në të kokrat e paqes, me thënë jep kontributin e vet me do e mos, duke filluar prej kyqjes në sistemin shkollor, në ditët më të hershme të fëmijëve në për shkolla, duke pas parasysh kontributin që jep në grumbullimin e gjakut, aksioneve për grumbullimin e gjakut, ajo që nënkupton promovimin e ndihmës së parë në për shkolla, ndër popullatën, aktivitete që kanë bëjnë me shërbime ose servise të
ndryshme për personat të moshuar, për personat me nevojat posaçme, me thënë një kështu lepes e shumë e gjerë aktivitetesh e cila e gjen atë vendin e vet, kisha thënë, në shoqërinë tonë. Ajo që kemi bërë deri tash, ajo që e bëjmë tash, ka të bënë edhe me inspirimet plotësuese, shtesë, motivacionet shtesë që ne i gjejmë mes nesh, atë që mendojmë se si organizat duhet ta marrim si përgjegjësi mbi ne, që të ndihmojmë që përgjegjësi edhe në kalumen, po edhe në tash shoqëritë të jenë pak më humane, të bëjmë humanizimin e shoqërive, kontribuojmë për promovimin e vlerave humane, domethënë për promovimin e paqes mes njerëzve, domethënë një organizatë e cila me të vërtetë në të kaluarën, po edhe sot mendojmë ne se jemi një brendi e cila... Ju qëndroni pranë të gjithë qytetarëve. Vazhdimisht mundohet që të qëndron pranë qytetarëve dhe të jemi në plotësimin e nevojave të qytetarëve. Duke qenë se përmendëm ne pak a shumë aktivitetet, por dua të ndalim tash tek aktivitetet kryesore, le të themi, më detajisht. Ndër aktivitetet që mund të më të mëdhaja ndoshta të Kryqit të Kuq, në fakt janë edhe aktivitetet gjatë tragjedive, ndihma që u jepet qytetarëve në raste të tragjedive, në raste të fatkeqësive natyrore, që gjithmonë Kryqi i Kuq ju gjendet pranë qytetarëve, viktimave, edhe shtetit në fakt, sepse është një ndihmë shumë e madhe edhe për shtetin në raste të fatkeqësive natyrore. Cilat janë ndihmat të cilat i ofron Kryqi i Kuq në raste të tilla, çfarë ofrohet, çfarë ndihmash? Po, dhe me të natë që i përmenda, për fatë keq ne në kështu raste më shumë shihemi në opinion, me që se edhe bëjmë punë shumë tjera përveç kësaj, mirë po kjo është momenti ku organizata jonë vinë shprehje. Mu thatë ku përmendat në pyetjen e juaj se ne në asnjë raste i ndihmojmë njerëzit, i ndihmojmë njerëzit e pësuar, ato që kanë nevojë, por i ndihmojmë edhe shtetin në një farë mënyre, se edhini ne për vete themi se edhe në bazë të normativës së brendshme dhe ndërkombëtare, organizata e Kryqit të Kuq është organizatë ndihmëse e qeverive të shteteve. Jo veç këtu në këtë shtet, por edhe në shtete tjera. Edhe në atë kuptim domethënë mu edhe roli edhe angazhimi jonë rrjedh për asaj, me thënë kështu raste, organizata e Kryqit të Kuq vendohet në funksion të aktiviteteve të qeverive që i ndërmiren për pastrimin ose për sanimin e pasojave në një katastrofe. Muna drejtim, dhe me thënë, kur ndodhin kështu gjanash, ne jemi pjesë e sistemit të përgjithshëm shtetëror për menaxhimin me situatat e krizave ose me situatave të paskrizave. Në kështu raste, dhe me thënë, në bazë të ndarjes të obligimeve dhe detyrave, organizatave të Kryqit të Kuq, analogisht edhe organizatës tonë, i caktohen ose i bin në hiset merret me çështjen humanitare, me plotësimin e nevojave humanitare të qytetarëve. Edhe mua atë edhe e bëjmë kur kemi kështu raste, dhe me thënë të kaluarën edhe kemi keni parasysh, unë përmenda para se, me themi këto 20 vjetë të fundit, se 30 vjetë të fundit, me krizën e Bosnjës, Kosovës, vazhdimisht jemi marrë me njerëzit, me ndihmën njerëzive, me ndihmën humanitare, me ndihmën shëndetësore, deri ditët e sodit, kjo që ndodhi shumë shpejt, ose që është shumë e freskët në memorjet tona, ose në përditshmërinë tonë është ajo që ndodhi në Koçan. Dhe kësha thënë se organizata e Kryqit të Kuq në këtë rast, kësha thënë e arriti kulminacionin e proaktivitetit ose ndihmës ndaj qytetarëve, me atë se për shkak të senzitivitetit ose për shkak të ngjarjes të natyrës ose brendis, në një farë mënyre organizatës tonë i takoi një pjesë më e madhe e përgjigjes humanitare. Dhe ne merreshim normal për ditës parë, për 16 marsit e këndej vazhdimisht jemi në aksion edhe në funksion. Do të thënë një sër aktivitetesh duke filluar për ditës parë, kur vullnetarët tonë, ekipet tona, punonësit e Kryqit të Kuq ishin në teren vazhdimisht. Pastaj ditët në vijim, dini se si rodhen ato ditë tragjike, dhe më thënë 2-3 ditë e para për deri sot, asistencën cilin ne jo jepshim familjeve, gjatë ceremonive mortore, gjithë organizimi ishte gjithë ajo ishte në organizimin e Kryqit të Kuq, ndihma humanitare që nënkupton të grumbullimi i financave, ndihmës humanitare në para. Dini se ajo është si aktivitet vazhdon edhe më të tjetë, deri tash kemi grumbulluar një shumë
të afër 156 milion denar, ndihmë humanitare cila ju është dedikuar normal familjeve, të pësuarve dhe njerëzve ose familjeve ose të rinjve të cilët ende shërohen ose jenë në mjekime sipër, kështu që është një, kisha thënë, një aktivitet i vazhdueshëm. Ajo që vlen të përmendet, meqenëse kemi kohë, bisedojmë ndoshta pak më tepër, cekim do sende të cilët mendoj se janë të rëndësishme edhe për njerëzit, por edhe për organizatën. Është me rëndësi të përmendet se edhe ky aktivitet i fundit komplet ose plotësisht ju besua organizatës son, dhe ditët e para kur ne mobilizoheshim, domethënë si organizatë dhe si shoqëri të ndihmojmë njerëzit, u tha edhe nga qeveria, edhe nga qytetarët, edhe nga pjesëmarrësit të tjerë që e ndërtojnë një mënyrë opinionin në shoqëri, se organizata e Kryqit të Kuq është ajo e cila duhet përkrahet për të bërë grumbullimin e të mirave ose ndihmës financiare, meqenëse është organizatë e cila ka posedon përvojë, organizatë e cila manifeston transparencë, organizata e cila ka imazh në shoqëri dhe organizatë të cilës i besohet nga qytetarët. Edhe muja është një potencial shtesë plotësues nga brenda, e cili na jep të forcën, edhe kisha thënë se tash për fat keq për një rast tragjik, po organizata e Kryqit të Kuq edhe një herë e dha provimin me atë se me të vërtet arriti që njëherë të mobilizohet vetë nga brenda, mirë po arriti që ta mobilizon edhe shoqërinë, ti mobilizon gjithë njerëzit të cilët ishin të interesuar për një ndihmë tillë. Kështu që ajo është për fat keq puna që ne bëjmë, po mirë ku thatë edhe në fillim se mirë që e kemi Kryqin e Kuq, se sikur mos ta kishim duhej ta ndërtojmë ose ta formojmë, kështu e kemi dhe duhet si veç ta zhvillojmë, ta kemi në kondicion të përhershëm, ta kemi më të përgatitur që sa herë që mundet, se dini këto pësimet nga ana e natyrës, katastrofat natyrore, katastrofat të cilët i shkaktojnë njerëzit nuk paralajmërohen. Ato vinë thjesht, njerëzit ndonjëherë me papërgjegjësinë e vet, me sjelljen papërgjegjësi i shkaktojnë, por i shkakton edhe natyra. Aty jemi ne të pamundshëm. Kur është në pyetje natyra që të pengojmë të përpara diçka, po jemi ndoshta në mundësi që ta parashikojmë një situatë aty në atë kuptimin e parapregaditjeve, si që kur të vinë, nëse vinë, të jemi sa më të përgatitur që të ndihmojmë njerëzit paraprakisht, nëse mundemi me veprimtarinë tonë ta ngrejmë ndërgjegjen për rreziqet që i sjellin ashtu dukurinë natyrore, nëse atë nuk e arrijmë maksimalisht, nuk mundemi ta arrijmë çdo herë, se ndonjëherë përmasat e dukurive natyrore janë shumë të mëdha, atëherë do të thonë të jemi të përgatitur që përgjigjja e parë për mënjanimin e pasojave të jetë sa më efikase derisa shoqëria, shteti ose popullata të mobilizohet ose të organizohet në farë mënyrë. Shumë e vërtet në fakt, sepse përveç sigurisht ne i shohim këto ndihmat që vullnetarët e anëtarët e Kryqit të Kuq i japin, por që pas kësaj fshihet një trajnim. Besoj, ato janë njerëz të trajnuar, të cilët janë të gatshëm, sepse siç thatë ju nuk mund t'i parashikojmë, sidomos katastrofat natyrore nuk mund t'i parashikojmë, por që Kryqi i Kuq gjithmonë është i gatshëm të delë në terren. Kryqi i Kuq është sistem i organizuar, i cili ka edhe parimet e veta, mirë po ka edhe mënyrën e vetë të brendshme të organizimit. Kur flasim për këto dukuri ose për veprimtarinë e kësaj natyre, flasim për një gatishmëri permanente, përhershme, ose për një sistem trajnimi që ka të bënë që nënkupton me trajnimin e ekipeve të specializuara, të cilët janë të përgatitura për ta dhënë përgjigjen e parë në kështu raste. Do të thënë, ato janë të njerëz të përzgjedhur, janë vullnetar, por janë edhe punonjës të organizatës sonë, të cilët kanë sistem trajnimi. Do të thënë, duhet me të mos të dinë se si. Pas tyre qëndrojnë numër i madh i vullnetarëve, të cilët po ashtu i nënshtrohen trajnimeve, po jo me intensitet sikur këto kategoria e parë për cilën flas. Mirë, po në përgjithësi fuqia ose forca e Kryqit të Kuq qëndron te numri, te pesha ose te vullnetarizmi, mundësia që shumë shpejt mobilizon njerëz të cilët vendohen në funksion të mënjanimit të pasojave të një katastrofe. Kështu që jo se rastësisht ndodhin sendet, rastësisht asgjë nuk ndodh, do të duhet të përgatitemi, kemi programet posaçme, kemi, siç thash, trajnime, kemi të mira materiale, kemi rezervat ndihmës humanitare, organizata e Kryqit të Kuq, kjo që është Maqedoni,
kryqikuq i Maqedonisë i Joni për momentin posedon rezervat të veta jashtë shtetit, në atë kuptimin nuk e presim nga shteti, por e kemi si rezervë tonën që në çdo moment mund të, nëse ndodh çfarëdo tragjedie, katastrofe natyrore ose ndonjë natyre tjetër, të mundemi të vendosim 5.000 persona për një herë, domethënë ti pranojmë, ti strehojmë, ti sistemojmë me pajisjet me atë që ne posedojmë si organizat. Pastaj, pas aty momenti dhe me thënë shteti, me që se çdo shtet, po edhe shteti jonë është mekanizmi cili pak më ngadalë aktivizohet. Dhe me thënë, roli i kryqitkuq edhe ajo që është vlerë e organizatës është se është në gjendje që tjetë më i shpejt ose tjetë më mobilizues, dhe me thënë, edhe nga kuptimi i vullnetarëve, mirë po edhe nga kuptimi i rezervave të cilat i posedon. Kështu që, me të vërtet, tash ne nuk mund t'i marrim përgjegjësitë në shtet edhe në shoqëri dhe nuk mund të themi se ju vleni rahat se është kryqikuq kështu, mirë po mund të themi lirisht rrini rahat se keni një organizatë e cila është mire përgatitur, është organizatë cila shumë shpejt mobilizohet, edhe është organizatë cila ka ndërtu procedura, komunikim me shoqërinë, komunikim me njerëzit, me institucionet, me publikun, edhe është organizatë e gjallë për mrenda, kësha thanë, nuk është organizatë e cila jeton prej sot për nesër, për organizatë cila ka idetë e veta, ka brendshmërinë e vetë, ka idealet e veta, ka misionin e vetë, vizionin, por e ka të anën praktike e cila është shumë e rëndësishme në kështu raste, se jo çdo herë fjalët bëjnë punë, për shumë herë ose çdo herë bën punë vepra, ose ajo gatishmëria, ose potenciali i mbrendshëm të cilën e keni ose posedoni. Shumë e vërtet në fakt, por si bëhet koordinimi, sepse ju e përmendet sigurisht që ju jeni le të themi më të shpejt në aspektin sepse këtë e dim që institucionet tona mbase më ngadalë marrin punën kur ndodhen rastet e tragjedive gjithmonë pothuajse gjithmonë i gjejnë të papërgatitur. Si bëhet edhe koordinimi me institucionet në rastet e këtyre tragjedive, në rastet që janë emergjente, le të themi, sepse ju jeni një ndihmë për shtetin, por sa shteti është mbështetës edhe ndaj jush? Do të thënë, ne jemi pjesë e sistemit përgjithshëm dhe jemi pjesë e trupave të cilët do bëjnë koordinimin e përgjigjeve në këtë rast. Me thënë keni shtabin e përgjithshëm për qendrës për menaxhim me kriza, ku antari i shtabit është edhe organizata e kryqitikuq me një person të vetë. Edhe aty kur të ndodh diçka, do të thonë ne jemi pjesëmarrës të planeve, jemi pjesëmarrës të deklarimit të mundësive, edhe kështu jemi të kyqur, do të thënë, sistem brenda. Dhe e dini kur flasim për kështu raste, çdo shtet, jo vetëm shteti ynë, do të thënë, e ka mënyrën e vet të aktivizimit ose të mënyrës se si vepron. Edhe çdo kund është njësoj siç është e ne, do të thënë, kur flasim për institucionet, pa qëllim ose pa nevojë për dikën të thomë diçka që nuk më takon mu, flasë për organizatën e kryqitikuq, mirë po, si do që tjetë, përsëri them se është mirë që organizata jonë nga ana e shtetit është e respektuar, është e vlerësuar, shteti i ka mundësuar organizatës tonë të vepron, me atë që kemi organizata e kryqitikuq, organizata e veshme cila ka ligj të posaçëm. Ligji për kryqitikuq të Maqedonisë, më thënë, nuk është në koshin e shoqatave jo qeveritare, humanitare, po është organizatë në veti. Ajo që quhet organizata e kryqitikuq, edhe si atill, më thënë, ka pozitën e vetë shoqëri, është definuar me edhe në atë mënyrë, vetëm se shteti ka sjell ligj për kryqitikuq, ka marrë përsipër që ati t'i mundson ambient, hapësirë që ai të vepron pavarësisht edhe pa ndikimin e shtetit. Edhe ajo është një forcë e cila është shumë e rëndësishme në këtë rast, edhe forcë e cila ja mundson në të një percepcion pozitiv të njerëzive ndaj veprimtarisë së kryqitikuq, me atë se është i pavarur, është organizatë e cila i vlerëson njerëzit pa ndikime politike, pa ndikime anësh, edhe vepron në bazë të parimeve veta të brendshme, a duke udhëhequr nga humanizmi, solidariteti, nevoja e njerëzve, panshmëria, respektimi i integritetit njerëzor dhe kështu me radhë. Do thonë, ta përfundoj, flasim për një raport dy anësh ndërmjet organizatës së kryqitikuq edhe shtetit, me thënë, organizata jonë me përgjegjësinë më të madhe e jep kontributin e vet, po nga tjetër me të se për momentin që jetojmë sot këtu, nga ana e shtetit, organizata jonë, me thënë, ka një vlerësim ose ka një kështu një nderim të posaçëm, edhe një vlerësim të punës që e bën, edhe me të vërtetë është një fair play, kisha thënë kështu, i mirë që funksionon mes neve, dhe mua ajo është momenti i cili kontribon për zmadhimin e efekteve humanitare në shoqëri,
edhe sikur tish më ndryshe me siguri të tishim më pak pranishëm ose më dobët, mirë po kemi vërtet na lënë një hapësirë që ne të veprojmë. Shumë e vërtet, sepse ju më herët e përmendet që edhe në rastin e Koçanit, por edhe në raste të tjera, shteti apo institucione shtetërore në fakt janë ata të cilët kanë bërë thirrje drejt qytetarëve që t'i besohet kryqit të kuq në rastet e ndihmave, kështu që edhe ajo në fakt është një mbështetje edhe nga ana e shtetit. E përmendet që sigurisht kryqi i kuq funksionon me vullnetarizëm. Sa i rëndësishëm është vullnetarizmi, sa janë të rinjt aktiv, le të themi, viteve të fundit, vullnetar, mund t'i përmendim edhe sa antar në fakt ka kryqi kuq në vend, sa vullnetar ka në vend, sepse vullnetarizmi është ajo që e mban sigurisht kryqi kuq. Mirë, me që sa do të flasim kështu kemi kohë. Domethënë, dini, ajo vlera më e madhe e kryqit kuq qëndron te vullnetarizmi. Ne si organizat nuk mund ta paramendojmë veten pa fuqinë e vullnetarëve. Për momentin në kuadër të kryqit të kuq veprojnë afër 4000 vullnetarë. Kur flas për 4000 vullnetar nuk është e thënë se ato çdo ditë janë në kryqin e kuq. Mirë po, ju çdo ditë ose mund të llogaritni ato njerëz cilët e ka manifestuar gatishmërinë e vet që në një kohë të caktuar për një moment t'i vendohen në funksion të kryqit të kuq. Edhe ne jemi shumë të lumtur edhe të kënaqur që mund të kemi një ushtri kushtimisht shkallatan për 4000 njerëzve të cilët janë përgatitur pas një farë kompenzimi të japin kontributin e vetë. Ne kemi edhe një antarësi të konsiderueshme, dhe më thëmë për 20.000 antarëve, 20.000 antarës të cilët japin kontributin e vetë një farë mënyre, ata janë antarë të kryqit të kuq, po ndonjëherë edhe manifestojnë edhe vullnet për aktivitetet dhe për vullnetarizëm. Kështu që ajo është ajo forca kryesore e kryqit të kuq. Organizata jo normal që din që ta bën rekrutimin e tyre, kur flasë rekrutimës kuptohem kështu në mënyrë shumë të vrashtë, mirë po të u mundson kyçjen ose hyrjen në kryqin e kuq, të kujdeset për ato, të harron personalitetin, dinjitetin e tyre, edhe që u falenderohet në rastet posaçme, kur është momenti për që u falenderuar për ato që ato e bëjnë për neve, edhe për ato që ato i krijojnë rezultatet e përgjithshme të organizatës, me cilat rezultate ne edhe krenohemi, mirë po edhe më thënë, formojmë potencial për partneritete të ardhshme. Ne dini, qëllimi ose mënyra e jetesës ose mënyra e funksionimit sot në shoqëri është partneriteti. Nëse ju nuk keni marrëdhënie, raporte, partneritet, nuk bashkëpunoni, dhe më thënë nuk jeni aktiv, nuk jeni gjallë. Dhe mu ato përparësi të cilët i përmenda na mundsojnë që neve të na përzgjedhin për partner, dhe më thënë, ose qeveria, ose donatorët e ndryshëm, ose në korporacionet e ndryshme, si e si, më thënë që të bëhet një bashkangjitje e interesave, kësha thënë kushtimisht. Në dini interesi organizatës tonë është që maksimalisht të materializojmë idealet tona, parimet tona, maksimalisht të arrijmë efikasitet, efektivitet në punën humanitare, e nga ana tjetër dikush duke përkrahur këtë ambicje të organizatës tonë, e sheh interesin e vet. Tash ato janë gjëra shumë legjitime dhe nuk ka pse të më ndryshe të shohim, mirë po sido që tjetë ne ju përmbajmë intereseve tona dhe besoj se me kështu me një ambicje tonë që kemi ne që pretendojmë të udhëheqim organizatën edhe arrijmë këtë qëllimi. Shumë e vërtet, në fakt dhe është një numër i madh i vullnetarëve dhe antarëve të cilët i keni, kështu që antarë dhe vullnetarë mund të bëhet çdo kush, të gjithë qytetarët të cilët duan të kontribuojnë në mënyrën e vet, apo? Antarët dhe vullnetarët e ne mund të bëhet çdo kush, kjo është organizatë qytetare e hapur, ne edhe në statutin tonë edhe në dokumentet tona themi se jemi organizatë e hapur, ju takojmë qytetarëve, veprojmë për qytetarët, mos dukem tash shumë me vokabularin ose me atë që shpreh, mos përngjajmë në një vokabulari që e ndigjojmë çdo ditë, mirë po. Por që është e vërtetë. Është organizatë me të vërtetë e hapur, duhet të vinit e ne, keni ashtu formulare cilët do t'i plotësoni, thjesht dhanat e juaja edhe duhet të një farë mënyre t'i respektoni kodekset e brendshme, atë që nuk kupton në renditje, atë që nuk kupton rendi brendshëm i organizatës, ajo nuk është kush e di sa i me thënë kështu kufizues, mirë po ka parime cilët duhet i respektoni, pastaj kur të bëheni vullnetarë ose antarë i kryqit të kuq, keni mënyra të ndryshme se si mund ta jepni kontributin. Vullnetari në një farë mënyre, antari në mënyrë tjetër. Çdo vullnetar zgjedh mënyrën se si aktivizohet, kohën se kur mund të jep kontributin e vet.
momentin, periudën, çdo antar jep kontribut vetin edhe në atë kuptimin se antarët zakonisht i përmbushin ose i plotësojnë organet e organizatës. Organizata jonë ka organet e veta të mbrëmshme, të cilat e udhëheqin duke filluar prej kuvendit, prej kryesisë të organizatës, prej komisioneve, gjithto organe mbushen prej antarëve tonë. Kështu që çdo kush e gjen mënyrën se si kontribuon edhe çdo kush është dikun të angazhuar. I dini është shumë rëndë tash edhe kur flasim mund kjo të duket pak si idealizuese te njerëzit se pyetja se kush punon sot pa para. Do thonë edhe shpesh herë kur ju drojmë kush vjen, po kush është ai që vjen pa parë të punon. Ka njerëz që vijnë pa parë të punojnë ende, ka ashtu njerëz. Duan ta japin kontributin e mënyrën e tyre. Ajo ndoshta nuk është shumë tash në thojza normale, po nga ana tjetër është shumë normale. Se ajo ka të bën hala me rrujtjen e vlerave njerëzore, me brendinë njerëzore, me humanizmin, me empatinë, domethënë, dini, jetojmë një kohë shumë dinamik, një kohë e cila nga krejtanët kemi sulm të teknologjive të ndryshme edhe mendojnë njerëzit se çdo është në teknologji, mirë po mirë është që ka pak njerëz, ndoshta jo pak, po mendoj se edhe më shumë njerëz që ende nuk mendojnë se gjithçka është teknologji, po mendojnë se mund përveç asaj që është teknologji, të ketë edhe humanizëm, edhe solidaritet, edhe kuptim të pozitës të tjetrit, edhe gatishmëri të ndihmohet, kështu që është një luftë që ndodh në shoqëri ndërmjet zhvillimit teknologjik edhe orvatjeve tona edhe të ngjashmeve si ne, që të mund të rrujmë kësha thënë vlerave, të quajmë tradicionale ose konservative, por në atë kuptimin konservative, më në atë kuptimin progresiv të konservativitetit. Kështu që kësha thënë se është një luftë e cila me siguri nuk do ta fitojmë, në krahasim me zhvillimin e teknologjisë, ama mund të manifestojmë ambicie që këtë ide ose ideal tonin duke artikuluar në për këto zhvillimet e teknologjisë ta arrujmë, mirë po ta transferojmë forma të reja e ta afrojmë të njerëzit në atë formën që aty ne ju përgjigjet edhe që ju kombenon për moment. Duke ecur me kohën, duke u bashkuar edhe teknologjisë edhe... Nuk mund ta ndërprejmë kohën, ajo është diçka e pashmangshme dhe pa ndërprershme, mirë po mundet duke kuptuar kontekstin, duke kuptuar mënyrën edhe momentin që të vazhdimisht të adaptohemi. Dini, flasim për 80 vjetorin e Kryqit të Kuq, të jetoni 80 vite, edhe të jeni prezent 80 vite, nënkupton se keni aftësi për përshtatje. Për që përshtatur, në thënë, momenteve që ndodhin ambientit i cili zhvillohet edhe ju nëse nuk e ndiqni progresi, nuk e ndiqni, nuk adaptoheni në ato rrethana, atëherë mendoj mos duhet ose të ngjelni shumë bas, ose duhet mos funksiononi, mos vazhdoni të jetoni. Mendoj se muaj moment Kryqin e Kuq e mban në jetë. Mendimi im është se për momentin organizata e Kryqit të Kuq, jo pse unë jem atje dhe ne jemi, po mendoj se organizata e Kryqit të Kuq i jeton vitet kushtimisht ka thënë më promovuese, më të mirat. I jeton vitet ku njerëzit kanë percepcion absolutisht pozitiv ndaj organizatës, duke ju lanë edhe të drejtën edhe mundësinë që çdo qytetar na thotë edhe ndonjë fjalë që ka të bën me ndonjë kritik, që ka kritik që është me qëllim të mirë, e cila kritik neve veç mund të na ndihmon edhe të na motivon të jemi pak më të mirë. Normal, edhe kriticizmi është i lejuar, tash jo çdo njerëzit, jo çdo kush ju përkrahet dhe ju pëlqen, mirë po, ai është përzgjedhje çdo kush. Po kënaqësia është e jonë se mendojmë se shumica e njerëzve, shumica e subjektëve, dhe më thënë, shoqëror në shohin me një sy pozitiv. Kjo është fakt, në fakt sepse besojshmëria e Kryqit të Kuq është ende në nivelin e duhur, në nivelin më të lartë, edhe pse 80 vite, sepse shpesh ndodh me organizatat humanitare, le të themi, apo organizatat të tjera që me kalimin e viteve mbase e humbin besimin, por që te Kryqi i Kuq besimi është më lart. Ende, domethënë, nëse drejtohen të japin ndihmë qytetarët në vendin tonë, por edhe në vende të tjera, ende janë Kryqi i Kuq është ai i pari të cilët ja besojnë edhe mjetet e tyre edhe ndihmën e tyre. Kështu që besimi është. Kështu edhe tash që ndodhi, dini, ne jemi dëshmitar se jetojmë në një shoqëri siç e kemi, jetojmë në një shtet i joni, kisha thënë i gjithëve neve këtu që jemi, edhe
mos jeni parti politike, mos jeni pushtet, mos jeni diçka që është ka të bënë matë, atë artikulon interesat e njerëzive, që besojnë që kanë bët kuptime të ndryshme politike, që kanë bët kuptime fetare të ndryshme, që kanë nevojë të ndryshme. E gjitha ajo të jetë mrenda për mrenda, edhe të funksionon, edhe të komunikon me zveti, edhe të respektohi njëri me tjetër, me thonë është mrekulli për Maqedoni, nuk flasë për Suedi ose dikun tjetër, mirë po për Maqedoni është një mrekulli se njerëzit jemi gjithë bashkë, flasim ndryshe, me gjuhë se cilit vetën, mirë po përfundimisht merremi vesh. Me thonë merremi vesh për gjanat cilat nuk kanë të bëjnë me përkatësit etnike, me përkatësit fetare, po kanë të bëjnë me çështje humanitare, me humanizëm, solidaritet. E muaj humanizmi dhe solidariteti nuk ka as gjuhë, as ngjyrë, as diçka pamjet nga jashtë, diçka që sërbë, thjesht njerëzit o janë human o nuk janë human, o janë solidarë, nuk janë. Edhe mendoj se kemi ndërtu mekanizmat mbrendshëm, cilat me të vërtet një mënyrë shumë efikase sankcionojnë atë interesin tonë, edhe besoj është garancë e zhvillimit të më të tjeshëm të organizatës. Besoj se vitet që vinë do të hapin, do të lanë hapësirë më të madhe për promovim të tyre vlerave dhe jam optimist se gjeneratat cilat do të vinë mbas neve në Kryqin e Kuqës, edhe ne kemi marrë për dikuj, se kemi kriju, edhe është mënyra më e mirë kur përcillet prej gjeneratës në gjeneratë, mirë po kur përcillet në gjeneratat më të pregaditura dhe më të mira se ne që kemi qenë për momentin, thjesht besoj se do të vinë ato që do të vazhdojnë edhe më të tjerë, do të bëjnë edhe më të mira dhe më të preferueshëm Kryqin e Kuqës. Të flasim pak për aksionin që e keni ju, aktivitetin që e keni për dhurimin e gjakut, që është një aktivitet konstant i vazhdueshëm që gjatë gjithë vitit në fakt vazhdon. Si është kjo aktivitet, sa dhurues aktiv nëse mund të themi kemi në vend, sepse ka ndodhur shpesh që keni qenë ka pas edhe rezerva të gjakut, nuk ka pasur, nëse ka ndodhur ndonjë tragjedi ose diçka emergjente, nuk ka pasur nevojë që njerëzit të vinë në atë situatë të dhurojnë gjak, sepse ju keni pas rezervat, dhe në fakt kjo tregon që ky aktivitet është ka funksion, po funksionon në mënyrë më të duhur. Është një program e cila jeton 80 vite në Kryqin e Kuqës dhe zhvillohet 80 vite. Kjo bëhet bashkëpunim me institucionin për transfuziologji në Ministrinë e Shëndetësisë, është aktiviteti i përbashkët. Kryqit e Kuqës takon puna e organizimit të aksioneve, puna e promovimit, Instituti për Transfuziologji vjen e marrin gjakun. Do të thënë çdo vit bëhen plane vjetore për aksione për grumbullimin e gjakut, përcaktohen nevojat vjetore. Në shtet viteve të fundit thënë diku grumbullohen ose nevojat për gjakjen diku të 55.000 njësi gjakut, më thënë nëse ashtu transferohet në 12 muaj, bjem se diku nga 5.000 duhet çdo muaj t'i sigurim. Ajo kësha thënë bëhet me lehtësi, ajtë themi kushtimisht, se ende ja arrim, mirë po nuk do të thotë se në të ardhme nuk duhet ta ndryshojmë konceptin, mënyrën e motivimit, ti ripërtrim pak të rusit e gjakut, po si do që tjetë kemi plan edhe aty edhe veprojmë me plan, edhe kësha thonë viteve jo të fundit, po 80 vitet e fundit, shumë rrallë kemi pas ndoshta ndonjë moment kur e kemi ndjenjë një krizë të vogël. Vitin e kaluar diku grumbulluan afër 60.000 njësi, më thonë se shteti, sistemi shëndetësor ka pas nevojë për më shumë gjak. Po, duhet kujdesim dhe të jemi të vëmendshëm edhe gjatë planifikimit se çdo resurs, po edhe gjaku është i kufizuar edhe nuk duhet ne resurset që janë të kufizuara ti harxojmë ku s'duhet. Çdo bar, kisha thënë, ilaç mund të blehet dhe të prodhohet, gjaku është i veçmi. Ilaçi nuk prodhohet për fat të keqen dhe medicina ose teknologjia ku ka mri, nuk mund ta prodhon edhe do të jemi shumë të kujdesshëm aty në atë kuptimin e rujtjes, por edhe në atë kuptimin e falënderimit njerëzve dhuruesve gjakut. Atë bëjmë, kësha thënë, me një lehtësi, besoj se edhe në të ardhmen do të mundemi, do të dim ta përshtatim sistemin, edhe kështu që nuk do të ketë dyshim se shteti ose sistemi shëndetësor do të ketë probleme në atë drejtim, nëse jemi kështu të kujdesshëm ose nëse atë punë bëjmë ashtu me këtë përqasje dhe me këtë mënyrë ritëm ose me këtë ritëm, me këtë kujdes dhe me këtë planifikim cilën e kemi. Pra njerëzit janë, domethënë në aspektin edhe në këtë aspekt, siç përmendëm edhe rastet të tjera, ne jemi si popull mbase humanitare, edhe në këtë pjesë nuk ngurojnë njerëzit
ka dhurues të gjakut të cilët vazhdimisht janë aktiv? Kemi në këto 55.000 njësi gjakut cilët i grumbullojmë, ne i themi se ato i dhurojnë diku të 25.000 deri 30.000 dhurues. Me thënë keni parasysh se çdo kush prej neve, unë edhe për vetë jam dhurues i gjakut, brenda vitit mund dhuron 2 deri në 3 herë gjak, dhe me thënë kemi afër sipas evidencave tona që kemi në mësirë shumë të sakta, po cilët i parashohim, afër 35.000 dhurues. Ajo që na parashtrohet si sfidë në të ardhmen është mënyra e motivimit edhe mënyra se si do t'ju drejtohemi njerëzve, dhe atë që duhet ta bëjmë është tash edhe një herë përtrirja e dhuruesve të gjakut. Do të thonë kadal këto gjeneratat më të vjetra pak dalin, se dhurimi i gjakut kufizohet me 65 vjet, do të thonë çdo qytetar deri në 65 vjet mund të dhuron gjak, pastaj duhet të pensionohet një farë mënyrë. Mirë po besoj se kemi një sistem stabil të dhurimit të gjakut. Mirë po kjo nuk do të thotë se kjo ka të bënë edhe pak edhe me interesin e shtetit për këtë veprimtari. Këto që udhëheqin shtetin, qeverit, ministrat e ndryshëm, duhet ta kemi parasysh se këto programet, siç është ky program i dhurimit të gjakut, duhet të kenë një farë prioriteti ose një farë përparësie në atë që nën kupton një financim pak më shumë. Ne për atë veprimtari marrim të holla, mirë po shumë pak, janë shumë minimale. Besoj se kjo ambicia jonë për ta inovuar sistemin nën kupton pak përkrahje dhe më adekuate nga ana e shtetit që të bëhet sa mënyrë sa më të shpejtë dhe më të lakmueshme. Shumë vërtet nevojitet pak më shumë mbështetje në këtë aspekt. Të flasim pak edhe për, sepse nuk dua të lë pa përmendur, edhe për projektin apo programin tjetër që e keni për mbështetjen e të moshuarve në fakt, ndihmën që ju jepet të moshuarve dhe personave me nevoja të veçanta. Po. Në punën tonë themi se kemi aktivitete që kanë të bëjnë me, siç është kjo dhurimi i gjakut, me aktivitete tjera në kuptimin e promovimit të vlerave komunitare, kisha përmendur edhe punën që bëjmë me ndihmën e parë, një veprimtari shumë të rëndësishëm, po ti përgjigjem pyetjes juaj. Do të thonë, atë që ishte ambicia jonë e kësaj garniture udhëheqëse të organizatës ose politikave tona të brendshme, ishte aftësia ose nevoja për të transferuar në një organizatë e cila ofron shërbime. Do të thonë, për të hyrë në fazën e ardhshme të zhvillimit të organizatës tonë, edhe ato mu e bë me promovimin e shërbimeve që kanë të bëjnë me transport sanitar, që kanë të bëjnë me kujdesin që ne e japim për personat e moshuar në kushte shtëpiake, edhe për punën që e bëjmë gjithashtu me personat me nevoja të posaçme në kushte shtëpiake. Është një veprimtari që një pjesë e bëjmë vetë ne, kur ka të bënë me transportin sanitar, dhe me thënë është diçka që ne e promovojmë. Këto dy aktivitete, dy shërbime tjera i bëjmë në bashkëpunim edhe me institucionet e shtetit, mirë po ne jemi provider ose jemi ato që e bëjmë shërbimin, edhe kisha thënë se është me një sukses, me një sukses të konsiderueshëm jemi duke bë. Nuk jemi të vetmit në atë veprimtari, mirë po nëse ndajmë tregun në përqindje, me thënë organizata e kryqit kush më polana për më shumë se 80% të atyre shërbimeve. Kur jemi të edhe në të ndihma e parë, si një nevojë jetike për momentin, me thënë edhe këtu kemi edhe planet, po kemi edhe ambiciet. Vitet që i lam bas, ose edhe kësha thënë këtë tash edhe këtë vitë, me thënë kemi një aktivitet të konsiderueshëm këtë drejtim. Vitin e kaluar kishim një fushat cilën e bëmë në për shkollat e mesme dhe fillore dhe përfshim diku të 25.000 nxanës me ndihmën e parë. Është shumë e rëndësishme që edhe sistemi shkollor, edhe ministria, po edhe shoqëria të kuptojnë se ai lloj mësimi ose ato mësimi janë shumë të rëndësishme për të ndërtuar personalitetin e çdo njeriu, për t'i mësuar që ato në situata të ndryshme mund të gjenden vetë, të reagojnë ashtu siç duhet, se dini edhe ajo është diçka që është përditshmëri, ndodh çdo ditë, edhe është mirë që çdo person për vete ose për të afërmin të vet ose për dikën me cilin i gjendet në afërsi ta dinte ndihmën e parë. Këtu është shumë e rëndësishme përmendet edhe ndihma e parë, për shembull në për to trajnime që japim për kategori të ndryshme, vozicit i kisha përmend, shoferët. Organizata jonë e bën trajnimin për ndihmës parë për shofer, edhe është shumë e rëndësishme përmendet se mund fund ma merr
gjendje se shteti ose ministria kuptoj se duhet t'i qaset me një farë mënyre më korekte ati momenti, se deri para disa viteve ato trajnimi i banin shumë organizatat ndryshme, shumë ambulanca dhe kështu me radhë, dhe kishte një farë rënimi të sistemit, me po tash i është dhanë që ajo veprimtarit e bon organizate e Kryqit të Kush, edhe mendoj se është në rregull, se ndërtohen kritere, ndërtohet kualitet, ndërtohet një sistem i cili është një garantë, se çdo pozitës do të kalon një trajnim të shkurt, mirë po efikas, i cili do të lënë diçka në kryet tonë, se duhet pak edhe të vetëdijsohemi si qytetarë dhe nuk duhet t'i kërkojmë mënyrat më të lehta para se diçka të mësohemi. Se ne çdo herë mendojmë se diçka neve nuk do të na ndodhë, po dikujt tjetër. Për fakt keq çdo gjë që ndodh dikujt tjetër na ndodh edhe neve. Ne duhet nisemi për vetveteve se jemi pozitës, pozisim të afërmit me ne, ndodh çdo send komunikacioni është komunikacion, dhe duhet jemi të përgatitur që edhe duhet ta kuptojmë se çdo send, çdo kujt mund të ndodh, pa dallim se ku jemi. Shumë e vërtetë, sa të dalim në rrugë në fakt mund na ndodh diçka, por edhe sikur t'i ndodh dikujt tjetër, ne duhet të jemi aty të gjendemi për ta dhënë sigurisht ndihmën e parë, dhe me të vërtetë është shumë e rëndësishme, ne disa herë edhe në emisione kemi diskutuar këtë që mbase duhet vendohet edhe në sistemin arsimor që ndihmën e parë ta mësoj çdo kush. Duke qenë se jemi nga fundi, këto janë aktivitetet mbase më kryesore të cilat ne i përmendëm, por aktivitetet e Kryqit të Kuq janë të shumta, sepse ju në fakt shpërndani edhe pak ushqimore gjatë gjithë kohës. Domethënë ju nuk jeni vetëm prezent në rastet e tragjedive, në rastet e fatkeqësive natyrore, apo në këtë rastet pak më të mëdha, por në fakt jeni prezent tek qytetarët në çdo kohë. Keni edhe pak ushqimore të cilat i shpërndani, veshje të cilat i shpërndani për personat të cilët janë në gjendje të rënduar sociale, kështu që mund t'i përmendim shumë shkurt edhe këto. Ajo është përditshmëria jonë, domethënë organizatat tona komunale të cilët i kemi numër 32, çdo ditë kisha thënë bojnë atë, është kujdes i cili manifestohet ndaj njerëzve në nevojë, kujdesemi për të pastrekërit, kujdesemi për njerëzit me nevoja të ndryshme, kemi programe që ka të bëjnë me ndihmën psikosociale, qendra për ndihmë psikosociale është funksionon pranë Kryqit të Kush, kemi qendra rajonale, me thënë një farë mënyre, një kujdes kështu i gjithëanshëm për shëndetin e njerëzve. Mirë po, e dini që është vlera e Kryqit të Kush, tash shpesh herë do të shifni ndonjë aktivitet organizatës tonë, e cila nuk ka të bënë me atë perceptimin ose kuptimin e organizatës tradicional, po thjesht ambicia ose dashja jonë që të kyçemi edhe në aktivitetet cilat nuk kanë themi kushtimisht jenë të natyrës thjesht të Kryqit të Kush komplet në atë mënyrën konservative të kuptimit të këtij. Veç kisha përmendur edhe për fund se duke i manifestuar përsëri ato ambicie tona, ne para 2 viteve sollëm një dokument cilën ne e quajtëm Transformimi 28, do të thënë për të treguar se përveç punës që e bëjmë këtu në terren, mendojmë edhe për dokumentet, edhe për strategjitë e ardhshme të zhvillimit. Në dokumente, do të thënë duke e parë parasysh periudhën 5 vjeçare deri në vitin 28, për vitin 23, u mundum që një farë mënyre ta vizatojmë portretin e organizatës ose pamjen dukjen tonë të mbrëmshme mbas 5 viteve, që nënkupton transferim në çdo fush, mirë po transferimit të grupuara në 4 aktivitete që kanë bëjnë me transformimin ose riorganizimin e programeve, atë që nuk kupton manifestimi ose inkorporimi teknologjive të reja, dhe me thënë pikërisht duke filluar pej transferimit të kisha thënë vedijes ose ndërgjegjes ose ndryshimi i përcaktimeve tona, dhe me thënë transferim i mënyrës se si të punojmë. Një farë mënyre kemi para pa aktivitetet cilat kanë të bëjnë me përmbushje, me karakteristika të reja të aktiviteteve tona të cilët tash i ushtrojmë dhe jetojmë, që të mundem mbas 5 viteve të jenë me një farë me pasoja pozitive më të mëdha, dhe me thënë shoqëri, të jenë të afrohen më shumë njerëzive, edhe në një farë mënyrë në bashkëpunim me ata të i përshtatim aktivitetet tona, dhe me thënë nevojave të njerëzve. Unë besoj se kjo edhe mbrendi organizatës tonë, edhe pjesëmarrja e vullnetarëve, edhe përkrahja e qytetarëve dhe shtetit është një garantë se atë që kemi para pa në dokumentin e që transformimi 28 do të jetë i arritshëm, edhe besoj se mbas
5 viteve tash kisha thënë ose në të ardhmen kapaciteti ose efektet tona humanitare edhe në shoqëri, po edhe në rajon kisha thënë se edhe organizata jonë është kontribuese edhe aktiviteteve humanitare, edhe në rajon edhe SOAZ-a botërore do të jetë më i madh edhe më i konsiderueshëm. Pra është bërë një plan pak më afatgjatë. Është bërë një plan afatgjatë 5 vjeçar. Domethënë kemi edhe strategjitë ndryshme më të vogla brenda, domethënë programore, mirë, po kjo është një dokument gjithë përfshirës i cili shpresojmë se me një përkushtëmëri më të madhe, me një aktivitet ose me një angazhim tonë më të madhe, do që arrim qëllimit e do të mund themi se ato caqet ose qëllimet që i përcaktojmë në dokumenti kemi arritur. Zoti Sajti, faleminderit shumë për të gjitha informacionet që dhatë, faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Ftesë në studio dhe unë juroj punë sa më të mbarë, sa më shumë suksese sigurisht, sepse me të vërtet ajo që e themi është fakt që Kryqi i Kuqi ka qëndruar gjithmonë qytetarëve pranë dhe vazhdon që t'ju qëndrojë në të gjitha aspektet e mundshme. Kështu që faleminderit shumë. I faleminderit edhe juve, kjo na mundson që të afrohemi më shumë te njerëzit, mirë po në farë mënyrë këtë që ju e bani për ne ose për opinionin, për publikun, i motivon njerëzit që të miren me punë të mira dhe të marrin rrugën e drejtë. Patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim emisionin për ditën e sotme. Ne së bashku do të shihemi nesër, por ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Alsat. Ju uroj një pasditë të këndshme e bashkë mirupafshim.